Aí para mim só 10 minutos de resto. Está aqui muito.
fusat e gjëra për të vëndu sotin të jetoj. Për të bane për të fusat e gjëra për të vëndu sotin të jetoj. Madhështor, si kështjele kam poshtur ti qëndron. Në mes dalgash, s'kam graniti vigan. Superkule, nga shto stuhije të fat. I bukur je. Ti je shumë madhështor, me fuqine kësaj zemre po t'gëndon. Në vezangësh që graniti vigan. Superkule, nga zosu i e t'u fan. Në vezangësh që graniti vigan. Superkule, nga zosu i e t'u fan. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur të gjithë ju banor të Gorës, oparit, miqe të ftuar që jeni sot pjesë e kësaj feste kaq të rëndësishme për historinë dhe krenarinë tonë. Mirë se u gjejmë në këtë ditë të veçantë, ku mblidhemi së bashku për të përkujtuar dhe festuar 86 vjetorin e krijimit të batalionit të Gorë Oparit, një nga faqet më të ndritura të historisë sonë patriotike. Sot jemi sërish në këtë krajinë fisnike, në këtë vend që ka ditur të ruajë me fanatizëm traditat, kulturën, këngën dhe mikpritjen, por mbi të gjitha, kujtesën për ata burra e gra që luftuan për lirinë e vendit. Batalioni i Gorë Oparit nuk është vetëm një kapitull historie. Ai është simbol i sakrificës, trimërisë dhe besimit se Shqipëria duhet të ishte e lirë. Prandaj edhe pas 86 vitesh ne vazhdojmë të mblidhemi këtu për të nderuar veprën e tyre. Kjo festë është trashëguar brez pas brezi, duke ruajtur të paprekur frymën e saj patriotike. Ajo na kujton se liria nuk është dhurat, por një amanet që duhet respektuar dhe mbrojtur gjithmonë. Ndërsa sot kujtojmë historinë, ne nderojmë dhe njerëzit e kësaj treve, të cilët me guximin dhe kontributin e tyre lanë gjumë në historinë kombëtare dhe u bën pjesë e panteonit të figurave më të ndritura të vendit. Përpara se të vijojmë me programin artistik të kësaj dite që Qendra Kulturore Dimitër Orgocka ka organizuar, ftojmë për fjalën përshëndetëse administratorin e njësitë administrative Gorë, Ronaldo Skënderi. Nderuar pjesëmarrës, familjarë të dëshmorëve, veteranëve, banorë të zonës, nderuar kryetari i bashkisë, zoti Kthim Topshiu, nderuar kryetari i Këshillit, Orniti Demolari, nderuar përfaqësues të tjerë të institucioneve dhe të ftuar. Sot jemi mbledhur me krenari për të përkujtuar dy ngjarje të rëndësishme të historisë sonë. 83 vjetorin e shqirimit të krajinës së Gorës dhe 84 vjetorin e formimit të çetës partizane Gorë Opar, me komandant Teki Kolaneci. Këto përvjetore na kujtojnë sakrificat, trimërinë dhe vendosmërinë e bijve dhe bijave të kësaj krajine, të cilat luftuan për lirinë dhe dinjitetin e vendit tonë. Qeta partizane Gorë Opar u bë simboli i qendresës dhe i atë dashurisë, duke lënë një trashëgimi të vyer për brezat që erdhën më pas. Me respekt e mirënjohje ulemi sot para kujtimit të dëshmorëve dhe veteranëve, të cilët me gjakun dhe përkushtimin e tyre bën të mundur që ne të jetojmë të lirë. Le ta ruajmë dhe ta përcjellim këtë histori te brezat e rinj, që sakrifica e të parëve të mos harrohet kurrë. Gëzuar festën e Gorës, lavdi dëshmorëve dhe nderim të përjetshëm luftëtarëve të lirisë. Faleminderit. Tani ftojmë për fjalën e tij kryetarin e organizatës së veteranëve, zotin Demir Shkëmbi.
Komitetit të organizat veteranëve pasardhësve, deri kopit, dhe organizat familje dëshmorëve, ju përshëndesim dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen. Të nderuar dhe respektuar familjarë veteranëve, të gjithë ju që keni ardhur këtu për të festë të bukur. Sot ne ju mbledhur me ndjenjë të thellë milionit dhe respekti për të ndërmarrë ju familjarëve të veteranëve që me sakrifica, udhëzimet dhe përkushimin e tyre shkon paqe historie të ndryshme të vendit tonë. Partizanët, veteranë, kanë qenë shtylla e qendresës në kohë të vështira, duke vendosur mbi diçka tjetër dashuri për atëun dhe lirinë. Me dashurinë e tyre ata kanë mbrojtur jo vetëm tokën, por dhe detyrën dhe të ardhmen e brezave që ne kanë pasur. Edhe krijimi dhe organizimi që të shkoro pajit, e cila është nga të para në Shqipëri, tregoj paqërismi dhe timrije në atë luftime ku e morën pjesë. Sot ne jetojmë në një kohë më të qetë, e më të lirë, dhe këtë ne adetrojmë atyre të pjeme vajzat që rëtuan dhe sonë milinë. Shumë nga këta i qëtësharë kanë jetën pra tej, pra ndaj, milioja jonë, duke të fjarë, o detyrim moral që do të nashroj çdo ditë njerëzore. Dhe tjetë kjo ditë një kujtesë e fortë e sakrificës tyre e që nuk arrohet, po vlerësohet dhe nderohet me respekt thellë. Siç po bën me sot. Ne për të gjithëve ju falenderoj për gjithçka që ata kanë bërë për vendin tonë. Të mos harrojmë, por të kujtojmë këto data historike të vendit tonë, sepse ai popull që nuk respekton të kaluarën, të atje zakonet, vjen koha dhe asimilohet. Me ndërimët e mirënjohje, po tim gjithmonë pesat që ta shkëtojnë. Rrot popullin dhe një zonë shkollës. Faleminderit. Dhe për ta përmbyllur, ftojmë për fjalën e tij përshëndetëse kryetarin e Bashkisë Maliq, zotin Gëzim Topçiu. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar gorar, të nderuar oparak, të nderuar miq. Jemi mbledhur sot këtu në Lozhan në përvjetorin e krijimit të qendrës së parë partizane, me çlimin e krajinës së Gorës nga okupatori. 83 vjet jetori i çlirimit të krajinës dhe 84 vjetori i krijimit të qendrës partizane Goropar janë pikat më kulmore jo vetëm të zonës tonë, por të gjithë qarkut të Korçës. Krijimi i qendrës partizane të Gorës është nga ngjarjet më të shënuara për çdo zemër gorare. Ajo ka lënë në kujtesën e tyre gjurmë që nuk shohen kurrë. Qeta e Gorës ishte një mishërim i asaj që zona, populli kërkonte ndërbreza, lirinë dhe pavarësinë e vendit. Krajina e Gorës dha një kontribut të çmuar në luftën për liri, me burra dhe gra që rreshtuan në guxim në formacionet partizane për mbrojtjen e atëut duke sakrifikuar gjithçka për lirinë e vendit. Gora ka nxjerrë nga gjeni vetë trima lërumtar, patriotë e komandant. Ata i kanë dhënë emër Gorës dhe gjithë Shqipërisë. Nder në vite Gorës dhe gorarve, ajo mburret me bijtë e saj, Tekiko Laneci, Shaban Zereci, Shahin Matraku, Kajo Babjeji, Ismail Dërdusha, Malkës Varishti, Nën Pashako e shumë të tjerë. Gora i dha lançit mbi 1500 luftëtarë që mbushën njësitë partizane e luftuan brenda dhe jashtë vendit. Nga kjo luftë ranë në fushën e betejës 130 bi dhe bija. U plagosën mbi 250 vete, qindra tjerë u burgosën, masakruan dhe internuan. 25 gra vajza gorare morën pjesë në luftë, nga të cilat ranë 5 dëshmore të ardheu. Në këtë luftë nga më të shtrenjtat kundër armikut, gora dhe gorarët dhanë një ndihmes të çmuar në raport me përmasat e tyre, me interesat e lirisë dhe pavarësisë vendit. Në këtë ditë përulemi me respekt para veprës dhe sakrificës së dëshmorëve, veteranëve dhe të gjithë luftëtarëve që shkruan me gjakun e tyre një faqe të ndritur në historinë tonë kombëtare. Le të mbeten këto festa, këto përvjetor një moment reflektimi dhe frymëzimi për të ruajtur lart dinjitetin, vlerat e lirisë, atë dhe dashurisë dhe solidaritetit që na lanë trashëgimi të parë. Gora nga ana tjetër njihet për traditat e saj të mira, bujarin, mikpritjen, ndeshmërinë, pesën, këngën, vallën dhe dollin.
Gora sot mburet me pite saj që mbajnë ndezur e qojnë brez pas brezi këto tradita të vyër. Nderë për ata gorar dhe oparak që mbajnë gjallë traditën historinë. Këngën, vargjet çdo ditë ju punoni e mendoni për palën e qytetit. Gora është djepi këngës dhe i poezisë dhe besoj se kështu do të ngelet gjithmonë. Respekt për ju mbi gjithçka që vini vendlindje çdo ditë dhe kontriboni duke mbajtur lart emrin gorar në të mirë të bukur të Gorës. Një falënderim për të gjitha shoqatat në Gorë, me idenë që ato të bashkëpunojnë për të mirën e Gorës dhe të gorarëve. Lavdi dëshmorëve të Gorës dhe uparit që dhanë jetë për çlirin e Adeut. Për jetë nder dhe minjorje për kontributin e tyre. Gëzuar festën. Faleminderit për fjalët tuaja dhe mesazhet që përcollet në këtë përvjetor të rëndësishëm. Tani do të vazhdojmë me programin tonë artistik, i cili është përgatitur si një homazh për historinë, traditën dhe figurat e kësaj krahine krenare. Fillimisht ftojmë në skenë këngëtarin më të ri të Qendrës Kulturore Dimitar Orgocka Maliq, i cili do të na përshëndes me interpretimin e tij muzikor. Ai është Fabio Merolli. Faleminderit, gëzuar festën për shumë vite. Erdha pra dy prara t'i dashur, kuj që shkanë sot të ndrodhë më thoro, ju se vjen, dhe shto se më nërbornat i banarku, vën linjën që në të kram ke bajtu, mua birin në me mal më prej, dhe më përsjell. Të këti njoha unë në ne babë, ma të qove ty në paro fjallë, dhe ami që e ku do në ndre, ti e ndoj që veç me në syne nana, lule bëje piro të të dhesh. Dhe ma dhe ta shuri që në naj më konja falim shqipëri, dhe se mra saj du konë si shumë shi që pikore u mëdri. Dhe ma dhe ta shuri që në naj më konja falim shqipëri, e vitë sa një kur se aroj, atë prajtë të parë pragun e veqëllis, e vitë sa një kur se aroj, atë prajtë të parë pragun e veqëllis. Erdha prate ky prap i dashur, kuj që shka më sot në ndronë më thoro, ju se vjen, dhe shto se marë portat i plan apu, vën linjën që në kram ke bajtu, mua birin në me mal më pre, dhe më përsjell. Të këti njoha unë në ne babë, ma të qove ti në paro fjallë, dhe ami që e ku do në dhe, ti e ndoj që vesh me syne nana, lule bëje piro të të dhesh. Dhe ma dhe ta shuri që në naj më konjë, ka falim shqipëri, dhe semra saj du konë si shumë shi që pikoj e u mëdri. Dhe ma dhe ta shuri që në naj më konjë, ka falim shqipëri, me vitë sa një kur se aroj, atë pra të parë pragun e veqëllis, e vitë sa një kur se aroj, atë pra të parë pragun e veqëllis. Do ma dhe nga shuri që në rataj më konjë e falim shqipëri, e vitë sa të kur se aroj, atë pra të parë pragun e veqëllis, e vitë sa të kur se aroj, atë pra të parë pragun e veqëllis. Faleminderit, faleminderit.
Faleminderit, Fabio. Muzika ka qenë gjithmonë pjesë e pandare e jetës së kësaj zone. Ajo ka shoqëruar gëzimet, festat, por edhe kujtesën e ngjarjeve të rëndësishme historike. Dhe për të vjuar me atmosferën e traditës sonë, ju ftojmë të ndiqni një interpretim instrumental nga orkestra jonë.
shpërndante frikë dhe terror, sulmonta dhen, shkretonte çdo vend. 200 burra mblidhen selces në kor, fjalën dhe besën lidhën në kuvend. Lirin dhe paqen kërkonte krajina, ndaj krusht të bashkuan burrat e saj trima. Beslidhja korare ngritur me 5 buri, fjala kur i rënd dhe shtis flamuri. Nga thellësi shekush ndrin si Xhevahir, peja e Prizreni, ohër manastir. Kuvendi Gorës, bazë e mbijetesës, virtyte tradit, themeli qëndresës. Për brezat që ikën, ata që do të vinë, beslidhja korare, yll mes malesh ndrin. Vatër e bashkimit, nderit, pujaris, dekoratet shmuar në gjoks të liris. Faleminderit. Faleminderit Mario për vargjet që përcolle dhe duke qëndruar tek figurat që kanë lënë gjurmë në historinë e kësaj treve, ftojmë në skenë këngëtarin Spiro Loko me një këngë kushtuar herojit të popullit te Kiko Laneci. Gëzuar për shumë jetës. Shut my
me përgo I përshot është ma liqin Po ma liq me kurkana Mjale rëtë siguri Dhe ky moroj në gëna Valmi dhe t'lamuri Po ma liq me kurkana Mjale rëtë siguri Dhe ky moroj në gëna Valmi dhe t'lamuri Por si sjali, pole male e vështro Ki falishi sot festo Dhe mërva dhe në kyndjali Nizet valja, por si sjali Pole male e vështro Ki falishi sot festo O malish dhe burgara Njale rëtë siguri Dhe kryturoj në këndër Valbi dhe flamuri O malish me murgara Njale rëtë siguri Po vidjepë nga korbeti Po vidjepë rrugës e ti Se ka një kur qimi Ju se dini sa ju duha Asi herë si a u kam thërë Por gjithmonë jeni me mua Në kësime dhe në kërë Do të tanje, do t'i prije Mu me njëtën, sy në se Se më janë veniku Më shkojita, duke friku Ju se dini, sa ju duha Asje, se au ka prë Po gjithmonë jeni me mua Në kësime dhe në kërë Gjallë dhe kujtesën tonë Dhe tani do të vjojmë me ritmet e muzikës popullore shqiptare. Ftojmë këngëtarin Kelti Musollari për të na përshëndetur me një kolazh. Hajde, zua thesën. Hajde.
sekola, odjane modjana, odjane mitula. E putit të shkole në shpitare, odjane me sekola, odjane modjana, odjane mitula. Cima do, sto da quem me
Hajde mojë më shturoj, si e goxhaçu, si e blokgjyra kapejem për të pirë tu. Hajde mojë më shturoj, si e goxhaçu, si e blokgjyra kapejem për të pirë tu. Si ma do kapelo, si ma do, sto na džigidelo, si ma do kapelo, si ma do, sto na džigidelo. Aman sevdim, kalbiksi, baba kozarım, evesi, bogluše, kosme kuvar, orđesko.
Bravo!